Mbi 6.140 persona me aftësi të kufizuara, përfshirë edhe ata me autizëm të gjitha grupmoshave, jetojnë në qarkun e Korçës. Kjo shifër së bashku me rritjen e vazhdueshme të nevojave për shërbime sociale ka nxitur drejtuesit vendor të kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga qeveria për ngritjen e qendrave të specializuara sociale. Duhet një ndërtesë, një rezidencë për gjithë qark. S'kan prindrit, nesër ata të jenë të sigurt. Dhe e dyta për moshën e tretë. Ne kemi një eksperiencë në Pogradec, kemi vënë në 5 lagje nga një koordinator që i kontrollon, sepse janë të vetmuar edhe që mos na ndodhë që tesë dhe se merr vesh. Kemi njerëz që i paguajmë, nuk bëhet me vullnetar kjo. Pra duhet edhe një azil në rang qark. Po i bëjmë privat, nuk e bëhet ato shteti. Janë njerëz që domon këto dy gjëra duhen bërë 2 godina të rëndësishme për të dyja kategoritë e njerëzve. Prefekti i qarkut të Korçës, Florinda Zegulla, i tha se të gjitha propozimet e bashkive do t'i përcillen qeverisë, ndërsa pranoi se mungesa e shërbimeve sociale është një problem jo vetëm për Juglindjen, por edhe për gjithë vendin. Propozimi i parë ka qenë ngritja e një shoqërie e tipit aksionere, ku pjesë përbërëse të jenë të 6 bashkitë e qarkut, me qëllim mbulimin e të gjitha shërbimeve sociale, si për moshën e tretë, ashtu edhe shërbimet për fëmijë apo individ me aftësi të kufizuara, duke përfshirë edhe të rriturit, pra grup moshën plus 21 vjeç. Një mundësi tjetër ka qenë mbështetja, kërkesa ndaj qeverisë shqiptare për mbështetje në investime për rjetëzimin apo për rikualifikimin e godinave ekzistuese në bashkitë tona, si në bashkinë e Pogradecit, në bashkinë e Korçës, ashtu dhe në ato të Kolonjës, sepse numri rasteve është në rritje dhe evidentohet mungesa e shërbimeve, po ashtu edhe mungesa e burimeve njerëzore. Në mungesë të qendrave të posaçme për këtë kategori, drejtuesit vendor kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga qeveria për investime konkrete. Sipas tyre, nevojat për shërbime sociale po rriten çdo vit, ndërsa ngritja e strukturave rajonale për personat me aftësi të kufizuara, të moshuarit dhe fëmijët me nevoja të veçanta mbetet një domosdoshmëri për të garantuar mbështetje dhe kujdes afatgjat për shtresat më në nevojë.